Zoti Sheu, tash kemi ardhur pra mbrana hapësirës së poligonit Trilod, aty ku mundemi me testu aftësitë e gjujtjes tuaj me armë. Faktikisht ju mundi me zgjedh cilën armë, doni me armë gjatë apo me armë të shkurtë, edhe gjithë ky xhirim pra bëhet nën përcjelljen e instruktorëve të licencuar të poligonit Trilod, të cilët pra na qëndrojnë afër për çështje të sigurisë. Ideja e këtij realizimi, sikur çush e kom cek me mësaferë të tjerë, edhe me juve, për cek është që me ndij atë farë ndjesinë që keni me armë. S'po di tash kjo pjesa shënjesës është nështë kur e ki cakun, është shënjestra ma e sakt, por edhe përmes fletës barë, nështë me këqyrat shënjesën e juj që keni, edhe që mune me gëzu nështë edhe sëtë. Unë e kësha zhjetë gjatën, për punës shënjesës në të kohë, plumi një ke vetë, se edhe plumi i ka urejt atë. Po të përvojmë, s'ka është kohë gjatë që s'kom gjujtë, po me mërmene që ka më kanë i mirë. Po, pyetjen e tjerë, që e kom bërë dhe tjerë, po të bëjë edhe juve, qësh është ta e ndjesi dhe mos arë që e merë një armë, një ushtari, që këtë, qësh e ndjeni ju atë farë? Për mu arma është si violina. Une, jo që është armë mjetë, po une e du armën, është pjesë e jetës. Edhe, derisa se kom pas, e kam tash një me le, e kom ble, edhe derisa se kom pas, gjdo natë e kom pa andër, u qëshna andër, se gjinsh armën. Edhe derisa e bleva, tash e më ratu, tash jem i qetë, se na s'mundë më najë parën. Po, ndini siguri të ke fundit. Ndini siguri edhe është, po, është dashni është ajo. Arma është dashni, do të me dashtë. I përmene atë pjesën e kamionit fundit që the që nuk mujta me prunë pra para ditës lirimit, pra se pasi ato procedura që ju zonën me dogana, me gjana ndryshme, çka nëse ai kamion, po mirë, po edhe këtë armatim, cilën pra gëzojmë sot si Kosovë, si pas juve kish mujt me qenë edhe rezultatin atë kohë, pra me atë okupatorin që nuk ka pas artilleri që s'ka posedu. Po, ai me pas mujt me hinë në momentin e duhur në Kosovë ka qenë armatimi specializuar, ka qenë armë shumë të mira, uniforma kemi pas shumë të mira, po fati ke asaj edhe shoqër lufta u kry edhe tash sot kemi nevojë me pas armë, normal, më të mira, kemi armë të mira, po armatosmi ka pak, po gjithmonë duhet me mendu se paqja është kohë për mu armatos, nuk është në san tjetër. Po të ke fundit në armatimi është thjesht për sigurinë, për mbrojtje, qysh ka qenë edhe funditet 90-ta, por qysh është edhe tash. Realisht, se edhe lufta jonë ka qenë luftë për mbrojtjes, ka qenë luftë poshtuese, luftë na si me marrë me gjanat të tjera përveç ka i takojnë ushtrisë, edhe gjithë kohën kemi pas punë vetëm me forcët serbe, unë tonë kohën sa kom në luftë, asnjëherë s'm ka ra me pa civil serb ose përveç shqiptarë që kanë... Ti përmene që keni pasur edhe fshinë dhe nuk ju ka interesuar e punë përderisa nuk ka pasur uniformë vesh. Normal, derisa s'ka pas, megjithëse kam informata që në Meja Gjakovës është njëri prej atyre kriminalëve që ka bëu masakër, sot është në Serbi, jeton në sot është gjallë. Po na kemi pas obligim moral me kry luftën të pastër, qysh e kemi kryt pastër, qysh na kanë marrë shembull edhe për të mirë këtë bota një ushtri, me thonë guerile, me suksesa që kemi pas, edhe luftë shumë e pastër. Tash, propagandat i bajnë vetët, por na nuk kemi pjesë asaj, mundet kush do shka do me thonë, por realiteti është këtë diçka tjetër. Në rregull, atë zoti Sheu, na po i vendosim mosat mbrojtëse edhe po vazhdojmë tek pjesa e gjujtjes. Faleminderit për juve. I largare caricatorin. Kontrollo. Mirë. Po të pyesi për ndjesinë, zoti Sheu, çu shken ndjesia mas pari pasi që rezultatin e kqyrëm pastaj. Kënaqësi. Kënaqësi, armë mirë. Të kishëm pas në atë kohë. Ishin kolla më të mira, po me mundësi atëherë i kishim bërë të vjetra. Edhe shumë për tyre s'ishin precize, po me mundësi, që ta kemi pas me bo.
Hajde të pikëshyrëm edhe rezultatin e aty në 5 minuta. Katër nënë që një 8. Në gjujtje shumë e mirë. Ta marrë në krye kisha kry punë. Të marrë parasysh që tha që s'keni gjujt goxha një kohë, kështu që mirë 27 është. vjet. Kështu që goxha mirë është, pra, po besoj që vjetëshin me një përvoj, me një gjujtje pak më të shpesh, besoj që Me arrini. 2 pluma kisha rrok deshin pas kryshme. Faleminderit shumë, jam i kënaqur me rezultatin. Dhe dëshirem të falenderoj shumë mas pari edhe për rrëfimin edhe për këtë pjesën e juaj sa i përket pra kësaj gjujtjes këtu mbrana poligonit Reload. Falenderojmë edhe instruktorin e poligonit Reload dhe urojmë që të ardhmen vetë për të mirë të takojmë. Faleminderit shumë. Edhe deshta me thonë diçka se ndoshta s'ku mund të përmend gjithë me emrin se si njësi kemi qenë e përbome prej këtë viseve të Kosovës për foli. Kemi pas Deçanit, të PS, të Kashanikut, unë i Hasit, gjithë domethënë këtë viseve të Kosovës. Gjem trima, gjem të mirë. Me emra këtë se një përmenda. Tash ndoshta s'ma shohin për të marrë edhe shokët. Kuptohet se rrëfimi është pak i përmbledhur, nuk është që pak do emra ndëngjohen, është e kuptueshme që këtë. Edhe në luftë është interesant kush ka marrë pjesë në luftë din se lufta në një moment të ngrit shumë lart, në një moment të bën dëshmor me sekonda është mbytyje edhe me një moment mund të bën që si kanë kërkuar shesh. Tash secili ka rrëfimet e veta, dikush e ka më të gjata, dikush e ka më të shkurta, po momenti për momentit në luftë dallon shumë. E vërtetë, kështu që ne të falenderoj për këtë pjesën tonë të rrëfimit. Inshallah gëzojmë lirin. Faleminderit shumë. Faleminderit, respekt. Faleminderit.